Shkolla e mesme profesionale Hamdi Bushati në Shkodër zhvilloi ditën e dyreve të hapura duke pritur nxënësit e klasave të nënta të shkollave të këtij qyteti. Nxënësit aktual tek Hamdi Bushati shprehen se kanë bërë zgjedhjen e duhur, sepse arsimi profesional i ofron mundësi punësimi të sigurt në të ardhmen. Ju shpjegoj për pjesën e praktikës, se si zhvillojmë praktikat, se çfarë zhvillojmë gjatë tyne 3 mujorshve që bëjmë. Ne sugjerojmë nxënësve në art të Hamdi Bushati, sepse për shembull një nxënës që do me vazhdu në universitet për degën ekonomi, e ka shumë atlet degën ekonomi, sepse i mëson tana bazat këtu. Është një zgjedhje mirë për me zgjidhur shkollën Hamdi Bushati, sepse ka një mundësi të mirë punësimit edhe në aktivitete dhe tjera që na ofron shkolla, projekte të rëndësishme, marrim certifikata. Unë jam domethënë për guidën turistike, edhe prezantoj domethënë klasave të nënta që është mundësia më e mirë, mund të bëjnë nxënësit. Edhe janë shumë aktivitete që bëhen. Studioj sektorin e guidës turistike. Edhe jam shumë e kënaqur me çka kam zgjedhur, sepse është domethënë mund të jetë profesioni më i mirë, sepse mund na më gjet një punë lidhe me guidën turistike. Mësuesja e kuzhinës Marieta Lisi tregon se cilat janë arsyet që nxënësit e shkollave nëntëvjeçare duhet të zgjedhin shkollën e mesme profesionale Hamdi Bushati. Infrastruktura dhe mësimdhënia është në kushtet për më të larta që kina pas të sa vite. Mësuesat trajnohen vazhdimisht. Pjesa tjetër është se na jena vetë profesionista, pra nuk kena ardhur për rrugët e jena bë mësuesa, por kena kalu etapat e jetës si profesionista. Unë për vetë kam qenë shefe e kuzhinës për 12 vite dhe mundohna ata që kena marrë nga gjatë eksperiencë tonë, mja pasulu, mja dhënë nxënësave që kur të dalin jetë, ata me marrë gjanave shumë prej nesh. Shumë prej nxënësve të shkollës Hamdi Bushati që në vitin e parë të studimeve njëkohësisht gjejnë mundësi të mira pune në degët hoteleri turizëm, duke qenë se kërkesat e bizneseve janë të mëdha.